Me mbylljen e tregut të madh në Vlorë, banorët që jetojnë dhe kanë banesat e tyre në brendësi të tij, po përballen tashmë me një tjetër problematik. Mbetje të shumta të cilat prej më shumë se një jave kanë mbetur në zona të ndryshme të tregut, po sillin shqetësim për banorët e kësaj zone. Denoncimi për Blu Televizion ka ardhur nga vetë banorët, të cilët shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar. Për shkak të mbetjeve të shumta, mes tyre edhe të moshuar, ata e kanë të pamundur të lëvizin lirisht apo edhe të hyjnë në të dalin nga banesat e tyre, pasi plerat dhe mbetjet ndodhen pranë dyerve të shtëpive të tyre. Një tjetër shqetësim lidhet edhe me rrezikun e përhapjes së infeksioneve të ndryshme, edhe pse prej ditësh janë drejtuar Bashkisë së Vlorës për të kërkuar ndërhyrje. Banorët shprehen se deri më tani nuk ka patur asnjë ndryshim dhe ende mungon një zgjidhje konkrete. Ne kam një shqetësim, se shikoni gjendja është e tillë si këtu edhe tek dëngu tjetër. Momenti që është aty unë kam maman që del aty edhe kalon, pengohet, është pleqëri. E sapi ka një javë që bashkia nuk po heq të mbeturina. Këto janë problem jo vetëm për vendin, por edhe për... Po për të gjithë, sepse mami thotë që ato kanë filluar mund të jenë edhe plera nga pallati. I bien shkurt, edhe kjo është gjendja. Ata të bashkisë kanë hequr vetëm pjesën e inerteve dhe këto i kanë lënë kështu siç janë. Kush duhet të heqë? Po bashkia do të heqë, jo, bashkia gjithsa tregtarët i hodhën këtu se ku do i hedhin, bashkia duhet i marri. A hoqën inertet bashkia? Ti heqë edhe këto. Po normalisht shqetësim është. Këto vinera, to janë plastik. Plastika çfarë do bëjnë? Në diell do të kompostohet. Plus edhe mind kanë filluar të lozin nëpër këto. Kështu që ky është shqetësimi im, se kam një javë që me pyesti maman, u hoqën jo. Si kalon jashtu nëpër këto? Dashim çfarë do bëjnë? Një apeli juaj? Të vi bashkia ti heqi. Ky është apeli. Emër mbi emër? S'ka rëndësi mbi emri, po unë jam Graciela dhe mamaja ime në mëngjes doli me si kaloj aty për të vajtur të marri bukë. Vajti një javë sa tu po idhen në plerat e shtëpive, të pallatit, ja me bidona, shiko, bidonat e ujit këtu i kanë edhe. Unë jam me smunë si kaloj aty që në. Ju pengon për të hyrë? Shumë hobi, mos jetë kjo shoqja që kam në krah, unë s'kaloj dot aty. Jam me smunë me të gjitha. Mase na bëri Delman ju e televizionit Blu që jeni. Dhe ajo, kryetare e bashkisë, atë qanë kokën falë për këto. I kalon kalon mullar, është gjuna nga Zoti. Do na shpifet në 1000, edhe ku të futemi pasaj. Situata në brendësi të ish-tregut mbetet shqetësuese edhe mjaft problematike. Mbetje të shumta gjenden në disa hapësira të kësaj zone, duke shkaktuar probleme për banorët, të cilët lëvizin me vështirësi dhe shprehen të friksuar edhe nga rreziku i infeksioneve. Sipas tyre, edhe pse është kërkuar ndërhyrje nga bashkia deri tani nuk ka patur asnjë reagim.